e di që sot Akshi përballet me një hetim nga Spaku për përdorimin e fondeve. Dhe Linda Karçanaj, gruaja që ka udhëhequr jetësimin e vizionit tonë qeverisës për transformimin historik digital të qeverisë së Shqipërisë, me dije, me vullnet dhe përkushtim të përditshëm për 12 vjet me radhë, gjendet në një mas sigurie me një akuzë të hatashme, për cilën duhet pritur me durim vetëm nga drejtësia dhe s'mund të pritet asgjë nga 700 tenxheret e çorbës politike mediatike që të dalë deri në fund e vërteta e saj, cila do qoftë ajo. Por unë di po ashtu që falë saj dhe skuadrës së Akshit, ku punojnë Power plot vajza e djemë talentuar të botës së re të teknologjisë, Shqipëria ka bërë një kapërcësim të madh.